Jo për fajin e tyre, për fajin një shteti që nuk ka ekzistuar këto 30 vite dhe ka lënë zhvillim kaotik urban këtë vend, i ka detyruar banorët të ndërtojnë dhe aty ku ndoshta nuk duhet ndërtonin, edhe pa dijenin e tyre. Megjithatë, për të folur për më shumë për këtë, do të kem të ftuar në program së bashku me dy të ftuarit e mi këtu në studio dhe Arben Meçën, i cili gjendet edhe ai pranë urës Mifolit, pranë grupit tonë të ABC News. Mirëmbrëma Meçe, faleminderit që jemi ne sonte, po do të bisedojmë më njëherë me ty, me të ftuarit e mi pas publicitetit. Rikthehemi pas pak. Uji ka vërshuar në rrugët e fshatit Progër duke marrë para çfarë ka gjetur. Rreshjet e dendura të shiut rikthyen përmbytjet në këtë fshat të Bashkisë së Devollit pas rreth një muaji. Qarkullimi është bllokuar nga policia. Rreshjet kanë rritur nivelin e projit të rrmenjit dhe uji ka dalë në rrugë. Si pasojë e prurjeve të shumta të përrojit është bërë e pakalueshme rruga për në fshatin Denas. Ndjeshëm është rritur dhe niveli i ujit të lumit të Starovës dhe lumit të Vërdovës, në të cilat ekziston mundësia të dalin jashtë shtratit. Gjatë natës kemi pasur rreshje të konsiderueshme, të cilat kanë kaluar në disa milimetra, pothuajse gati 1/10 e rreshjeve vetore të qarkut ton. Aktualisht situata paraqitet e qëndrueshme. Nga strukturat përgjegjëse të mbrojtjes civile janë të gjitha në terren dhe po ndiqen apasapi të gjitha rastet dhe situatat e krijuara. Ndërkohë, rreshjet e dendura të shiut kanë dëmtuar rrugën në Dardhas të Pogradecit, duke izoluar banorët e disa fshatrave. Rrëshqitja e inerteve në rrugën Qukës-Qafploç midis dy tuneleve ka dëmtuar një automjet. Sipas policisë, nuk ka persona të lënduar. Ekipet e emergjencave civile ndodhen në terren për t'u ardhur në ndihmë banorëve. Mirë, rikthehemi live në studio për zhvillimet më të fundit edhe për Qafploçën ju asollën, në fakt Qafploça për momentin është e bllokuar, po zhbllokohet, i kemi dhe pamjet që vinë perandej, konfirmuar edhe nga Temi Arashëja, profesionist e cilin e kemi këtu në studio me mua sot Gzim Nonin dhe prefektin e Korçës Nertil Jole. Pas pak do të kemi edhe Arben Meçën, me cilin me të tre do mundohemi diskutojmë pak edhe për çështje të tilla cilat shkojnë për te emergjencës, pra diçka që duhet rishikuar në mënyrë siç e tha dhe prefekti i Korçës, pra që mos gjenim kaq të paprgatitur. Gjithsesi, kjo është një situatë emergjence, pa duhet të jetë kjo një emergjencë kombëtare. Profesori më i lartë i qeverisë shfaqur këto ditë që ka drejtuar këtë operacion të emergjencës ka qenë ministri i mbrojtjes zoti Piro Vëngu, cilin e kam live tani nga ura Mifolit. Mirëmbrëma Piro. Mirëmbrëma Sokol, faleminderit për mundësinë. Është kënaqësi t'ju kem program. Kur folëm pak më herët për temi për të koordinuar për këtë daljen tuaj, ju ishit në Durrës. Një moment ta ndoshta mund të shkojnë në Shkodër, por ja ku jeni tani në Vlorë. Çka tregon zoti ministër që situata është e rënduar. Është rënduar spaku nga situata që pam edhe në Kurbin, ku mbi 2000 hektar, 2500 hektar janë në ujë. Sigurisht e pyeta dhe prefekti pak më herët. Opozita do shfrytëzojë çdo moment të temi të menaxhimit apo të keq menaxhimit të një situate të caktuar në vend. Sot Berisha ka folur pse qeveria nuk shpall gjendjen e një emergjence kombëtare. Tani, nëse Shkodra ka probleme, nëse argjinaturat në qarkun e Lezhës kanë probleme dhe ka përmbytje, Durrësi ju e dini vetë se ishit vetë atje, e pat. Nëse Vlora rrezikon, fshatat e Vlorës, dhe ju e dini më mirë se unë, nëse vazhdon dhe rritet niveli Vjosës, po thuaj se gjithu çfarë perëndimore duke filluar nga Fieri dhe poshtë, mund të rrezikojë dhe ajo një përmbytje thuajse biblike si ajo e 2017-s. Përse qeveria nuk e shpall një emergjencë kombëtare, zoti ministër? Për sa i përket nivelit të emergjencës, është një pyetje që më bëjnë shpesh Sokol, ajo që mund të them është që